Turtle Fest 2014. What do you think about Turtle Fest? How can you describe this festival in 3 words? Well, I like it's urban. It's on the beach. It's beautiful. Look at the place. I mean, there is this whole seaside is crazy. Çfarë ke në plan të luash sot? Diçka but, ëmbël dhe melodike. Do t'i bësh njerëzit të notojnë bukur besoj. Diçka që edhe deti me kryp do duket i ëmbël. As që ëmbël që do lëshoj. Si do duket Turtle Fest si organizim? Është treti vit që bëhet në Shqipëri. Mendon se është progres? Po, është progres edhe është vetëm një skenë alternative që po ndodh në këtë vend. Edhe është një nga gjërat që duhet edhe të shtyhen më shumë. Besoj që televizioni juaj është i vetmi që po e transmeton këtë gjë, edhe shumë tjerë do ta bëjnë. Po gjajeni më të parë dhe më të mirë. Eat, sleep, rave, repeat. All she kept saying was Eat, sleep, rave, repeat. Hello, miq të Med Report. Sot jemi sërish të ju, kemi në Turtle Fest në Nolis Drink në Dhërmi. Është festivali i muzikës underground dhe sot është nata 2, nata e elektronikës. Qëndroni me Med Report për më tepër. Elektra, si të duket eventi Turtle Fest në Shqipëri, pasi është i treti vit që bëhet? Po, ky është eventi i tretë, është për mendimin tim eventi më i bukur sepse është më i madhi dhe është hera e parë që organizohet në plazh dhe normalisht muzika, plazhi është gjëja më e bukur që mund të bëhet, sidomos për të rinjt. Si është të luash për Turtle Fest? Është nga eventet e pakta muzikore që bëhet në Shqipëri që ka filluar tashmë të kthehet në traditë. Ky është viti i tretë, unë kam marrë pjesë këtë 3 edicionet e Turtle Fest. Edhe kam vënë që sa më shumë vite kalojnë, aq më shumë popullohet Turtle Fest, edhe me DJ, po edhe me pjesëmarrës. Edhe besoj se çunat janë në rrugë të marrë. Shpresoj që ta vazhdojnë. Sapo mbarove performancën tënde në Turtle Fest, më thuaj si ishte? U kënaqa jashtë masë domethënë, ishte një super eksperiencë dhe një super Turtle Fest të vit, nuk e prisja kaq të mirë domethënë. Ti ke qenë pjesëmarrës edhe në vitet e tjera, apo jo? Viti parë, dytë, po ky ishte nuk di domethënë. Më duk si festival si i jashtëtetit.